O hoxh, kur agjerojmë, por shokët në shkollë shajnë, a ka nej problem? Mundohu që ti këshillosh që mos shajnë, ndërsa ti vetë ruaj gjuhën tënde. Që mos shash. Kur agjerojmë ne, duhet të agjerojmë me ne goja jonë, pra nuk flasim fjalë jo të hishme. Duhet të agjerojmë me ne dëgjimi ynë, shikimi ynë. Pra ti të mundohesh që ti këshillosh, më pas se cili pra është përgjegjës për veten e tij. Po ashtu, nëse e shikon që pra situata degradon, atëherë mund të shmangesh, ose ndryshoni temë. Pra njeriu duhet të gjatë agjerimit të edukohet. Mënyrë që të ndryshoj, pra të marrë shpërblimin, sepse ne synojmë të marrim sa më shumë shpërblim në agjerim. Dhe kur ne të agjerojmë me ne shikimi ynë, dëgjimi ynë, pra goja jonë, dhe kështu ne arrim pra inshallah shpërblimet më dha, por le të vlen agjerimi edhe si shkollë edukimi. Kur njeriu mësohet 30 ditë, pra nuk shan, nuk ofendon, nuk gënjen, nuk mashtron, ai inshallah edhe gjatë gjithë vitit, pra do t'jeti i tillë, larg veseve, gjërave të këqija.